Takimi Rubio-Lavrov në OKB, SBA kërkon nga Rusia ndalimin e dhunës dhe zgjidhje për Ukrainën. Ka përfunduar takimi dje me sekretarit amerikan Marco Rubio dhe homologët të tij rus Sergej Lavrov në kuadër të punimeve të Asamblesë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuar në New York. Takimi u zhvillua me dyert të mbyllura dhe nisi pa deklarata për shtyp sipas protokollit diplomatik të dy palëve. Sipas një deklarate nga Departamenti i Shtetit, Rubio përsëriti gjatë takimit kërkesën e presidentit Donald Trump për ndalimin e vrasjeve në Ukrainë dhe nënvizoi nevojën që Moska të marrë masa konkrete për një zgjidhje të qëndrueshme të luftës Rusi-Ukrainë. Takimi, i cili zgjati mbi 50 minuta, u zhvillua në një hotel të New Yorkut, në të njëjtën kohë kur deklarata e fundit presidentit Trump kanë sjellë përmbysje në qëndrimin zyrtar të Shtëpisë së Bardhë për çështjen ukrainase. Një postim në rrjetet sociale, ditën e martë, Trump deklaroi se beson se Ukraina mund të rimarrë të gjitha territoret e saj brenda kufive të saj fillestar, duke ndryshuar qëndrimin e mëparshëm ku kishte sugjeruar se vendi mund të bëjë disa lëshime territoriale për t'i dhënë fund luftës. Nga ana tjetër, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky deklaroi se ishte i befasuar nga qëndrimi i Trumpit, po e konsideroi atë si një shenjë se marrëdhënia mes tyre po përmirësohet. Megjithatë, Moska mbetet e pandryshuar në qëndrimin e saj. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitry Peskov deklaroi në intervistë se Rusia vazhdon operacionin e saj ushtarak special për të mbrojtur interesat tona dhe për të arritur objektivat e përcaktuara.